Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi me emisionin e radhës nga emisionet Fiton Ndershëm. Në emisionet e kaluara, konkretisht në emisionin numër 9, kemi folur për kushtet e kontratës së shitblerjes, kushtet të cilat i ka vendosur Allahu i Lartësuar ose që parashihen me shariatin islam, e të cilat nuk bëhet pa i realizuar edhe pa i përmbush, sepse një kontratë pa plotësimin e kushteve konsiderohet kontratë e pavlefshme shariatikisht. Ndërsa sot, në këtë emision, do të flasim për kushtet në kontratë. Me çka janë këto kushtet në kontratë? Ose çka dallojnë prej kushteve të kontratës, do ta shohim në vazhdim të emisionit. Mirë, po kushtet në kontratë, shkurtimisht po themi se janë kushtet të cilat i vendos njëna prej palëve të kontratës. Qoftë shitësi, qoftë blerësi, kushte të cilat realizojnë ndonjë interes përmes tyre njëna palë e kontratës, ose donë me u siguru, ose për qëllime tjera. Mirë, po ju të gjitha kushtet këto, që do t'i përmendim, e kanë dispozitën e njëjtë edhe tretmanin e njëjtë, nga se ndryshon kushti prej kushtit varësisht se çka prek dhe çka kërkohet me të për të realizuar. A lejohen kushtet të tilla? A nuk lejohen? Apo a duhet mu mjaftu vetëm me kushtet të cilat i ka apo shariati për qenë një kontratë valide edhe plotfuqishme, apo ka hapësirë edhe palët kontraktuese me vendos kushte, do të shohim në vazhdim. Mirë, po ne sot jemi dëshmitar të asaj se sa herë që lidhim kontratë me ndonjë korporat ose me ndonjë kompani e cila ofron shërbime, zakonisht në kontratë aty janë disa kushte. Ose edhe kur blejmë ndonjë produkt i cili është më rëndësi, ose ka një çmim mbi mesatar, zakonisht në kontratën e shitblerjes janë edhe disa kushte, sidomos nëse në kontratë përfshihet edhe garancioni për produktin. Mirë, po kjo është e mirë në përgjithësi, po e keqja e tyne është se zakonisht shkruhet shumë, shkruhen me shkruajtje tim të mëspari, pastaj shkrimi i shumët që shumica e klientëve nuk e lexojnë. Edhe çka nënshkruajnë, pastaj nëse i vjen rani me rikorrigju ose me rikthy kontratën ose shitblerjen, i thot i ke pas do kushtet. Po si kom lexu krejt, ajo ka qenë punë jotja, që ti me i lexu. E kështu që domethënë ndoshta një prej arsyeve që i vendosin kështu në shkrim tim të shumë, edhe shumë kushte, edhe shkrim i gjatë, është që njerëzit më u lodh, edhe mos me i lexu të gjithë, më nënshkru pastaj mu kap me ato kushte. Edhe normal që mu ju përmbajt atyre kushte përderisa i nënshkru. Mirë, po këto kushte ka prej tyre që munden me qenë të ndaluara, ka prej tyre që munden me qenë të lejuara, ka prej tyre që munden me qenë të dëmshme, ka prej tyre që janë të që nuk ka problem. Gjithashtu. Këtu duhet të përmendi edhe një diçka para se më u fut te kushtet. Është se në shitblerjet edhe kontratat e sodit, njeriu me të cilin bëjmë kontratë, ka filluar, sidomos ai i cili ofron produkt ose ofron shërbime, ka filluar me i pa njerëzit si klient. E tash kjo klientura është shndruar në numra. Edhe mëna tash nuk shihet, përpara e ka domethënë njeri që duhet me rujt nderin, kranarinë e tij, pasurinë e tij, thjesht e ka një klient. Domethënë e ka numër të klientëve për të cilëve ajo qëllimi kryesor është çish me fitu prej tyre. Ngjashëm me këtë edhe pacientët të mjekut. Prej kur kanë filluar me u qujt të sëmurit që shkojnë te mjeku dhe kanë nevojë për asistencë mjekësore, kanë filluar me u qujt klient edhe kanë filluar pastaj me u shndruar në numra, do thonë një pjesë e madhe e tyre shikohen te xhepi dhe nuk shikohen te problemi i shëndetit edhe sëmundjen që ka, njështu edhe te klienti. Prej kur ka filluar me u qujt klient edhe me u shndruar në numra klientët, shikohet xhepi i tyre, shikohet se çka mësjell, çfarë mësjell, dhe nuk shikohet më tepër dinjiteti i tij, pasuria e tij, e drejta e tij, pak shikohet. Mirë, para se të flasim për kushtet në kontratë, ose kushtet të cilat mundet njëra palë mja vendos tjetrës në kontratë, do t'i përmendi disa dallime mes kushteve të cilat i ka vendos shariati edhe kushtet të cilat ja vendosin njëri tjetrit pastaj palët kontraktuese. Po i përmendim shkurtimisht për mos me ngarku shumë. Dallimi i parë është se kushtet e kontratës
janë të vendosura prej Allahut ose janë pjesë e fesë edhe dispozitave të fesë islame, pa të cilat nuk bëhet kontrata. Ndërsa kushtet në kontratë ose kushtet e palëve kontraktuese janë kushtet të cilat ja paraqet ose ja vendos pala njëra palë tjetrës, qoftë blerësi, qoftë shitësi. Pastaj dallimi i dytë është se kushtet e kontratës, të cilat i ka parapa shariati islam, pa to zbohet kontrata. Nëse nuk realizohen, s'ka kontratë. Mirë po kushtet e kontratës nuk përdu me i përmend, sepse thamë më herët që i kemi përmend saktësisht në emisionin numër 9, mirë po për shembull prej kushteve të kontratës është që pronari, ai që e shet një mall me qenë pronar i plot fuqishëm i atij malli. Nëse nuk plotësohet ky kusht, nuk ka mundësi moralizu shitblerja. Që do të thotë se pa kushtet e kontratës, pa plotësimin e kushteve të kontratës nuk ka mundësi moralizu edhe me marr formën përfundimtare të plot fuqishme, legjitime një kontratë. Ndërsa kushtet në kontratë, të cilat e vendosin kontraktuesit, ka mundësi moralizu kontrata pa to, po ka mundësi edhe mos mu realizu pa to, varësisht se çfarë natyrës janë këto kushte. Pastaj dallimi i tretë është se kushtet e kontratës, të cilat i ka vendosur shariati, asnjëherë nuk bin, asnjëherë nuk e humbin kredibilitetin edhe fuqinë e tyre. Domthonë gjithmonë duhet të plotësohen në çdo shitblerje, përderisa kushtet të cilat i vendosin kontraktuesit njëri tjetrit, ka mundësi nganjëherë me ra kushti. Edhe i themi që ky kusht nuk ban. Ky kusht bie ndesh me aktin e shitblerjes ose kontratën, edhe duhet me anulu kushtin ose duhet me anulu komplet shitblerjen, kontratën ose transaksionin. Gjithashtu një dallim tjetër, se dallimi i katërt është se kushtet e kontratës të gjitha janë të sakta, të shëndosha ose të lejuara, më thënë. Ndërsa kushtet të cilat i vendosin kontraktuesit ka prej tyre të sakta, të shëndosha, ka të dëmshme, ka të lejuara dhe ka të ndaluara. Kjo sa i përket dallimit mes kushteve të kontratës, që për mu llogarit një kontratë e plotfuqishme në shariatin islam duhet me plotësu patjetër, dhe në lloji i dytë i kushteve, kushtet të cilat ja vendosin palët kontraktuese njëra tjetrës. Domthonë thjesht kontrata është në rregull, edhe nuk ka ndonjë ndalesë shariatike dhe i përmbush të gjitha kushtet që i kërkohen, mirë po në anën tjetër, njëri prej palëve e ka një kusht ose e kushtëzon shitësin ose shitësi e kushtëzon blerësin e kështu me radhë. Këto gjithashtu duhet i përmendë edhe disa rregulla të cilat janë të rëndësishme sa i përket kushteve në përgjithësi. Për arsye se jemi duke fol rreth një çështje që është goxha e ndihshme. Ajo është se duam po e bëjmë kontratën, mirë po janë të parapama aty disa kushte. Pastaj përmbajtja e këtyre kushteve, a kërkohet, a është obligim apo nuk është obligim, kushtet a janë me vend apo nuk janë me vend. Domthonë bazë të atyre kushteve ka moralizu një kontratë ose një shitblerje ose një transakcion ose një kontratë e punës, e cila përfshin ndoshta shuma të mëdha. E pastaj këto shuma apo i ndrojmë, apo i marrim me të drejtë, apo pa të drejtë, apo i hym në hak dikujt, apo i hym, a janë pa drejta, apo çfarë janë, për ata është në rëndësi. E këtu tash do t'i përmendja edhe disa rregulla. Rregulla e parë është se në përgjithësi themi ose në parem të gjitha kushtet që vendosen nga palët në kontratë, çfarë do kontrate qoftë ajo? Qoftë kontratë e punës, qoftë kontratë e qeras, qoftë kontratë e shitblerjes, qoftë kontratë edhe e martesës, për arsye se edhe martesa është kontratë. Vetëm se ndryshon nga kontratat tjera të shitblerjes edhe të punës, të gjitha kushtet në parem janë të lejuara. Të gjitha kushtet në parem themi janë të lejuara. A ka përjashtime? Ka përjashtime. Mirë, por në përgjithësi themi se lejohet me vendos kushte në kontratë. Do të thonë si përgjigje për pyetjen se a bën me i qit kushte palët kontraktuese njëra tjetrës, ban. Mirë po, pastaj secili kusht trajtohet në vete, sa është në rregull apo nuk është në rregull, a lejohet apo nuk lejohet. Argument për këtë është ajeti kuranor dhe disa ajete në këtë kuptim, të ajeti që do ta përmendi ku Allahu i lartësuar thotë ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, o ju që keni besu, përmbajuni marrëveshjeve, e pjesë e marrëveshjes së shitblerjes është edhe kushti të cilin e paraqet shitësi ose blerësi ose njëna palë e kontratës. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë el muslimuna ala shurutihim, muslimanët e vërtet i përmbahen kushteve. Domthonë për me tregu islam,
për me tregu se më të vërtet qëndron mirë në islamin e tij edhe në fetarinë e tij, është se i përmbahet kushte. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam kontrën me këtë ka thënë se prej shenjave të munafikut është se kur premton diçka nuk e bën. Domthon çka jep fjalën se do ta realizoj kushtin dhe se realizon, pastaj shndrohet në shenjë të hipokritit dhe munafikut. Pastaj argument tjetër është se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka blet devën prej Xhabirit radhiyallahu anhu. Xhabiri njëri prej shokëve të tij. Edhe duke qenë rrugës, duke u kthyer nga njëra prej betejave, si duket ka qenë beteja Dhatur Riqa, beteja e leckave, kanë thënë për arsye se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë kohë kanë pas varfëri, kogja të thellë, saqë nuk kanë pas as mbathje, as çorapa, as mbathje tjera, po kanë mbështjell këmbët e tyre me lecka. E duke u kthyer nga kjo luftë, pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Xhabirit apo ma shet devën. I thot Xhabiri një herë jo, pastaj i thot po. Mirë po thot, me kusht që me bëun e rrugën me deve, po ta shesun, po me përdor devën që me më dërgu deri në Medinë, sepse jemi rrugës. Që i vjen se Xhabiri radhiyallahu anhu ja ka qit një kusht këtu pejgamberit alayhi salatu wasallam që ne realizojmë shit vlerën, mirë po me kusht që unë më shfrytëzoj devën derisa të shkojmë te shtëpia ose derisa të kthehemi në Medinë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pranuar këtë kusht pa problem. Kjo është rregulli i parë, që në parem të gjitha kushtet që i parashtron njëra nga palët kontraktuese ndaj tjetrës, në parem themi se janë të lejuara. Mirë, pastaj është rregulli i dytë, i cili pothuajse e rregullon ose e kufizon këtë rregullin e parë. Kjo rregull thotë se të gjitha kushtet të cilat bien ndesh me mësimet e fesë janë të pavlefshme, ose janë të ndaluara, ose nuk realizohet ç'është dush. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të gjatë po thotë pajtimi mes muslimanëve është i lejuar, domethënë çfarë do mënyre që mundesh me i pajtu muslimanët, mes të cilëve ka ngatresa, ka hasmëri, ka idhrem, ka çfarë do që të ketë, është i lejuar pajtimi në çfarë do forme. Pos pajtimi në ndonjë formë që e lejon të ndaluarën ose e ndalon të lejuarën. Domethënë i shkel dispozitat e Allahut të lartësuar. Pastaj pjesë vazhdon hadithi dhe thot edhe muslimanët i përmbahen kushteve. Pos kushtit, pos ndonjë kushti i cili nënkupton me leju diçka që është e ndaluar edhe me ndalu diçka që është e lejuar. Shembull thjesht këtu. Për shembull i thot dikujt, po ta shes që tesh ose që të rroba me kusht që mos me i vesh kurr. Ai për çka është i blej? Është i blej për me i përdor. Ose po ta shes makinën me kusht që mos me shfrytëzu melonët që aty na barr për jeshi. Domthon ky është kusht i cili bie ndesh me dispozitat e shariatit ose forma tjera që munden më u përmend këtu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë çdo kusht i cili nuk është në librin e Allahut është i pavlefshëm, është i kot, domethënë nuk realizohet edhe nëse arrin në 100 kushte në këtë formë. Mirë, këtu është përmend fjala çdo kusht i cili nuk gjendet në librin e Allahut. Këtu nuk është për qëllim kushtet, janë disa kushte që janë vendosur në Kur'an, ata duhet me i hulumtuna një nga një. Sepse po të përmendeshin kushtet e lejuara në për kontrata, në për shitblerje, në për marrëdhënie ndërnjerëzore të ndryshme, sikur të përmendeshin të gjitha në Kur'an, që ky Kur'an që e kemi na nuk do të mjaftonte vetëm për këtë kushtet, e lejmo për çështje tjera. Mirë, po këtu është për qëllim të gjitha kushtet të cilat nuk janë në përputhje me librin e Allahut. Edhe nuk janë në përputhje me fenë edhe shariatin e Allahut të lartësuar. Domthonë, çdo kusht i cili bie ndesh me dispozitat e shariatit është inekzistent. Shariatikisht nuk lejohet implementimi i tij, as nuk lejohet që me u përmbush. Rregulla e tretë sa i përket kushteve, themi se kushtet të cilat i dikton zakoni edhe tradita e njerëzve janë njëjtë, në fuqinë e njëjtë me kushtet të cilat i thojnë kontraktuesit njëri tjetrit. Për shembull, zejtarët të cilët punojnë punë të ndryshme, për shembull mobilerit. Edhe kur shet diçka prej mobiljeve, domethënë është zakon, edhe është adet që ai i cili shet, pronari i mallit, me dërgu mallin deri në destinacionin ku e kërkon blerësi. Mirë, ky nëse është adet
Edhe nëse është zakon tek njerëzit. Këto edhe nëse nuk e përmendin kontraktuesin kontrat, atëherë ky nënkuptohet për arsye se këtu vjen në shprehje fuqia e zakonit dhe adetit që shumë dispozita, shumë rregulla ndërnjerëzore, Allahu i lartësuar i ka lënë në hijen e zakoneve dhe traditave, mbas të cilave njerëzit e zhvillojnë jetën. Argument për këtë, ka shumë argumente, ajetet të shumta, hadithet të shumta, të cilat flasin se zakoni, aty ku nuk bie ndesh me dispozitat e shariatit, aty ku nuk ka dispozitë shariatike, zakoni e lun rolin edhe është i fuqishëm sikurse me qenë dispozitë shariatike. Thot Allahu i lartësuar illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Mos e hani ajeti, fillimi i ajetit thot Allahu i lartësuar, mos e hani pasurinë e një tjetrit pa të drejtë, pos nëse është shitblerje me pajtimin e dy palëve. Do me pajtimin e dy palëve, çysh është pajtimi i dy palëve? Çysh e llogarisin zakonet e tregtarëve ose zakonet e atij vendi ku ai jeton. Pastaj Allahu thotë ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Baba e fëmijës këtë rast e ka obligim që mu kujdes financiarisht për veshmbathje, për ushqim edhe vendbanim për fëmijën edhe për gruan e vet. Çysh sa rroba, sa paga sa me qenë mujore, ose ditor, ose javore, ose vjetore, çfarë shtëpie me pas, këto thot bil ma'ruf Allah i lartësuar. Domethënë sipas zakonit dhe sipas asaj që është e përhapur në rrethin dhe në vendin ku jeton. Në lidhje me këtë rregull, dietarët e kanë përmend pothuajse unanimisht, të gjithë dietarët e përmendin një rregull të madh që konsiderohet prej 5 rregullave baza dhe shtylla të mëdha të shariatit islam, e që është el-ade muhakkeme, se zakoni ose tradita e një vendi është gjykatës në mes të njerëzve. Çka është gjykatës? Domethënë, nëse nuk pajtohen për diçka në marrëdhëniet e tyre, që i kanë mes vete, qoftë për shitblerje, qoftë martesë, qoftë çfarë që tjenë, nëse nuk pajtohen për diçka, atëherë kush është gjykatës? Gjykatës është tradita, zakoni, kthehen te zakoni. Dhe pastaj, në bazë të kësaj rregulla të madhe, kanë nxjerrë edhe shumë rregulla tjera të cilat nënkuptojnë se shumë prej marrëdhënieve ndërnjerëzore tek muslimanët janë të rregulluara mbi bazën e zakoneve dhe traditave, përderisa këto tradita dhe zakoni janë të shëndoshta dhe janë të përhapura në masë të madhe ose janë të përhapura tek të gjithë njerëzit. Në lidhje me këtë, për shembull, dietarët pastaj i kanë përmend disa nën rregulla që dalin prej kësaj rregulle, që me pas parasysh se kur zakoni konsiderohet i plotfuqishëm sikurse me qenë diçka e kushtuar ose sikurse me qenë dispozitë shariatike. Prej këtyre nën rregullave kanë përmend se ajo që nënkuptohet me zakon është sikurse ajo që nënkuptohet me kushte. Për shembull, nëse diçka e kushtozon zakoni në shitblerje edhe në marrëdhënie ndërnjerëzore, atëherë është sikurse me pas kushtozuar me kusht. Domthonë goja rresh me pason ç'është duhet me realizu. Pastaj rregulla tjetër thot ajo që është e njohur, zakoni i tregtarëve është sikurse kushtet sikurse me pas kushtozuar me zvetjat. Domthonë gjithçka që është e njohur, që shesin dhe blejnë dhe kryjnë punën e tyre tregtarët, domthonë zakonet e tyre janë njëjtë sikurse me vendos kushte. Gjithashtu, po e përmendi shkurtimisht, është se zakoni kur është gjykues ose gjykatës në zënkat e njerëzve ose në mosmarrëveshjet e njerëzve, në marrëdhëniet e tyre ndërnjerëzore, është nëse nuk bie ndesh me rregullat dhe dispozitat e përgjithshme shariatike, po gjithashtu edhe nëse është i përhapur në masë të madhe tek të gjithë njerëzit ose tek shumica absolute e njerëzve. Sepse nëse është i përhapur te një pjesë, ndërsa te një pjesë tjetër është i përhapur një zakon, te një pjesë tjetër është një zakon tjetër, atëherë nuk mund të me marr zakonin e pjesës teme me bë gjykatës për pjesën tjetër të njerëzve që e kanë një zakon edhe një traditë tjetër. Pas këtyre rregullave që i përmendëm, edhe pas dallimit që e bën mes kushteve të kontratës të cilat i ka vendosur sharia dhe kushtet në kontratë të cilat i vendosin kontraktuesit, atëherë mund të themi se kushtet të cilat i vendosin kontraktuesit sa i përket vlefshmërisë edhe ose sa i përket asaj sa janë të lejuara, si janë të lejuara fetarisht, ndahen
në disa kategori. Kategoria e parë janë kushtet e sakta, shëndoshën që i pranon shariati, të cilat i përmban kontrollta, edhe nëse nuk i përmendim këtë kushte. Edhe nëse nuk i kushtëzojmë, i përmban kontrollta, domethënë patjetër se do të moralizojmë këto. Mirë, po ja që dikush ndoshta nga frika ose ndoshta nga pasiguria thot edhe çto po e du. Për shembull, thot kur e bëj shëndirin thot po e blej që të mall me kusht që mu baje jam e marrun të shtëpia me çu. Po ti ke më marrë të shtëpia. Në momentin kur e blej ai bëhet i yti. Domthonë edhe nëse nuk e kushtëzon këto janë kuptuar. Mirë, po ja që dikush e vendos këtë kusht. Edhe nuk mund këtu me ardh dikush pastaj edhe më thonë që ky kusht nuk lejohet sepse kushtet në kontratë nuk lejohen. Përkundrazi, domthonë ky kusht edhe mos më u vendos, ky kusht e përmban kontrata, s'ka mundësi mu realizu kontrata pa këtë kusht. Pastaj kushtet që ndërlidhen me ndonjë veti të mallit për cilin e kontraktojmë, lloji tjetër i kushteve janë kushtet të cilat nuk i përmban kontratën parën, po edhe nuk i kundërshton. Domthonë as nuk bie ndesh me kontratën, po edhe nuk hyn në kontratë. Domthonë nëse si themi këto kushte gjatë kontratës, atëherë nuk mundemi me kërku palën tjetër me to. Mirë, nëse i themi, atëherë këto kushte nuk bien ndesh me esencën e kontratës, edhe lloji i fundit i kushteve janë kushtet e papranuara shariatikisht. Cilat janë këto kushtet e papranuara shariatikisht? Cilat janë të pranuara, cilat janë të refuzuara, cilat janë të saktë, cilat janë pa saktë, do të shohim në pjesën e dytë të emisionit, shkëputemi për pak. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi kthyer me pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar rreth kushteve në kontratë ose kushtet të cilat i vendosin kontraktuesit në apalja vendos tjetrës. I përmendëm disa rregulla, i përmendëm dallimin mes kushteve në kontratë dhe kushtet kontratës dhe arritëm deri te pika llojet e kushteve. Sa i përket vlefshmërisë ose mos vlefshmërisë shariatikisht dhe po e marrim llojin e parë të këtyre kushteve, tham kushtet të cilat i përmban kontrata. Hiç mos më përmend, hiç mos më kushtoz, nuk ka mundësi, nuk paramendohet mu realizu kontrata pa to. Mirë, po tham më herët që ka mundësi dikush i vendos të kushte, ose dikush thotë me ç't kusht për ndryshën nuk e bëj pazarin, atëherë i themi u kry. Ja pranojmë kushtin sepse edhe nëse nuk ja pranojmë, ose e refuzojmë ose nëse se kushton hiç kët, atëherë kontrata është në rregull dhe e përmban kontratat. Edhe kjo është, nuk ka diskutim tek dietarët që kjo është e lejuar. Madje është edhe pa nevojshme, se s'ka nevojë. Mirë, po nëse ndodh, atëherë është e lejuar dhe kërkush nuk mundet me i thonë se e kemi një problem këtu, e kemi një defekt te kontrata, sepse i kemi disa kushte. Sepse kushtet janë vendos sa për me e forcu kontratën, për ndryshe kontrata i përmban ato kushte. Shembuj, i ka përmend njëri nga dietarët me dhëbit Hanefi dhe dietarët e tjerë, mirë po i ka përmend do kushte që e shpjegojnë, do shembuj që e shpjegojnë këto lloje të kushte. Për shembull, thot blerësi e kushton që malli bler me qanitina. Unë po e blej kerrin, po e blej shtëpinë ama më konë jam. Po ajo ti është. Mirë, anë, veç me kush ajo më konë jam. U kryn rregullisht. Ose shitsi e kushton që pagesa e mallit më konë tina. Do të thonë ai më morr. Mirë, merr pagesën. Unë edhe ashtu malli zblehet pa pagesë. Dikush e blen rrobat me kusht që me i vesh. Ato unë po i blej çto rroba, po me kusht që unë me i vesh mos më. Ti për çka ti blej këto rroba? E ti blej për me vesh. Kështu që kushtëzimi me këtë kusht do të thonë nuk është i panevojshëm, mirë, po me që po ndodh, atëherë s'prish punë. Ose dikush e blen arën me grun. Arën me grun që nuk është kur hala gruni është në kalli, edhe është pjek. Edhe i thot blerësi, po e blej arën me kusht që ti me e kur grunin. Ose shitësi thot unë me kur grunin. Këtu i takon shitësit. Do të thonë, përderisa gruri është pjek, ose ka fillu më u pjek, edhe shitet ara bashkë me grurin, atëherë grurin këtu, gruri i takon shitësit. Edhe e merr. Pos nëse ja kushtëzon blerësi, thotë unë po e blej arën, po edhe grunin që është në tomë kanë jemi, ajo tjetër më bet është. Ama për ndryshe, nëse nuk kushtëzohet, edhe mbetet kontrata e përgjithshme, atëherë kurja e grurin këtë rast
edhe gruri i takon shitësit të grurit. Mirë, kalojmë të kushtet, të lloji i dytë i kushteve janë kushtet që ndërlidhen me ndonjë veti ose ndonjë cilësi të mallit që e blem, që është halal kjo veti që kërkohet, të cilin e kontraktojmë. Edhe këtë shumica e dietarëve, madje ka dietarë që thonë se ka konsenzus, të cilët i pranojnë këto kushte. Për shembull, dikush e blen kerrin, edhe e kushton që me pas edhe klimë. Po ta blej kerrin me kusht që me pas klimë. Ose po ta blej kerrin me kusht që me pas më kon prodhim i filan vendit, ose filan marke, ose me pas kilometrazhin e kaluar që kaq. Donë janë kushte të cilat kërkojnë diçka ekstra te malli i blem ose një veti ekstra e cila është e lejuar, nuk bie ndesh me esencën e kontratës, edhe nëse kërkohet edhe e pranon pala tjetër, se këtë harrum me e thonë, të thonë të kushtet që vendosen nga kontraktusit. Nëse i vendos një napal, patjetër do të mi pranuar pala tjetër, se nëse si pranon pala tjetër, atëherë kushtëzimi nga vetëm një rapal e kontratës janë të pavlefshëm ata, për arsye se duhet me i pranu pala tjetër. Pastaj, shembull tjetër e kanë përmend dietarët që kur e blen një kafshë, lopën për shembull, e blen lopën, e kushton që me qenë qumshtore, domethënë që jep rendimente qumshit të larta. Mirë, domethënë parafërsisht kja ka mos i mudit për arsye se ai që po e shet e ka pas te shtëpia, edhe e din se çfarë sasie të qumshit ka pas. E tash nëse lopa e sjell qumshtin sasi që po kërkon kë e bën pazar, nëse jo, atëherë thotë nuk është për ty. Ose nuk e pranoj kushtin për arsye se nuk e plotson këtë kusht lopa. Gjithashtu, për shembujve tjerë, që e përmend dietarët, është se kur bën kontratë punës me dikan, me qenë i profesionit që ai e kërkon ose fushës saktume. Për shembull, unë du me i dërgu fëmijët te një mësues privat. Edhe mësuesi du me qenë matematikant. Ose i gjuhës shqipe. Edhe pastaj ai thot po, edhe e bëjmë kontratën, e bëjmë marrëveshjen. Kur shkojmë fëmia, del që unë kam kërku profesor të matematikës, ai ka dalë fizikës. Në këtë rast nuk i është përmbajt kushtit në kontratë këto dhe marrëveshje, edhe prishet marrëveshja, zhvlerësohet, anulohet edhe kthehet pagesa. Pastaj për arsye se një napol kontraktuese këtu ka kërku diçka, ka kërku një veti të mallit ose të shërbimit që është kërkesë ekstra, mirë po që është e pranueshme tek të gjithë dietarët. E kanë përmend gjithashtu dietarët një shembull tjetër interesant, kanë thonë, nëse e blen një kafshë edhe e kushton që me qenë mësume. Për shembull, kuajt e shallës kanë nevojë më mësu për arsye se jo çdo kali din me shalu. Ose kuajt të cilët tërheqin karrucën. Edhe ajo e nevojitet më mësim. Edhe tash del dikush edhe e blen kalin me kusht që me qenë mësum, edhe i deli pa mësum. Atëherë në këtë rast konsiderohet që nuk i është përmbajt kusht. A ka drejt me kërku këtë kusht? Ka drejt me kërku këtë kusht, ose s'ka kurrë problemi. Ose me kërku sokal ose shqipunje të mësume për gjah. Ose edhe qenin për ata të cilët tek dietarët të cilët e lejojnë shitjen e qenëve të cilët përdoren për nevojat e njerëzve, me qeni i mësum për gjah për shembull, ose për roje, ose për bakti. Do nëse e kërkon me qëtë kusht, atëherë nuk ka problem, shumica dërmuese dietarëve gjithashtu e pranojnë këtë kusht edhe thonë se është i vlefshëm. Pastaj lloji i tretë i kushteve janë kushtet të cilat nuk i përmban kontrata, po edhe nuk e kundërshtojnë kontratën. Që i bjen se nëse nuk i kushtëzojmë kontratë, atëherë kontrata mbetet patu. Mirë. Nëse i kushtëzojmë, atëherë duhet me i realizu këtë kushte, edhe nuk është që bie ndesh me kontratën. Këto pastaj janë dy lloje. Këto kushte janë dy kategori, me thonë, ose dy nënloje. E para është kushtet të cilat sjellin ndonjë dobi ose ndonjë interes për palët kontraktuese. Për shembull, hipotekën. Unë dikush shet verësi me kusht që me lon hipotekë diçka, ose me pru një garancion, ose me pru dikan i cili garanton. Mirë. A është ky kusht? Ishit bleri? Po.
A lejohet pothuajse tek pjesa dërmuese dietar për mos më thonë që ka edhe konsenzus. Se shumë për dietarëve që merren me fekun komparativ ose fekun krahasues e kanë përmend që ka konsenzus për këto kushte. Domthon kushtet të cilat i kthehen dobia e tyre i kthehet njerëz nga palët kontraktuese, atëherë lejohet sikurse e përmendëm hipotekën, pastaj garancionet e ndryshme, veresia, domthon po e bleune po me kusht veresi. Do kush ka interes këtu ka blersin këtë rast për arsye se nuk ngutet edhe nuk është siklet për me bë pagesën gjithashtu dëshmitarët, ato në të shes ty po me kusht që me vepru dëshmitarët. E kështu që këto gjitha kushte janë të pranueshme se nuk i përmban kontrata. Domthon nëse nuk përmenden çdo kushte në kontratë, a mundet me t'i kërku pa ola tjetër s'mundet. Për arsye se nuk janë përmendur dhe nuk janë kushtuar. Mirë, nëse vendosin këto kushte, a dëmtojnë kontratën se dëmtojnë kontratën absolutisht. Nëse i pranon pa ola tjetër, atëherë vazhdohet kontrata pa problem. Kategoria e dytë e kushteve të cilat sjellin ndonjë dobi për ndonjërin prej palëve të kontratës janë kushtet që ndërlidhen me ndonjë interes të kontratës. Jo të shitblerjes, domthonjë jo të palëve, po të kontratës. Si për shembull, kushtëzimi, përmendin dietarët si shembull, kushtëzimi ndonjë pune të caktuar në lidhje me mallin e blerë. Për shembull, blen shtof prej dikujt. Edhe i thonë po blej shtofin me kosht që me mi rregullu pantolla ose veshje. Von kë kusht nuk e përmban kontrata, mirë po janë kushte të cilat dobia e tyre kthehet tek kontrata që pritet me bë kontraktuesin këtë rast. Këtu i kanë përmend pastaj dietarët disa shembuj, për këtyre shembujve është që unë po e blej mallin prej teje, mirë po me kusht që pagesën më ta bë mos i ta shesune. Mirë kur e sheti, s'dihet. Do të thonë është një periudhë kohore, është e padijshme. Ndoshta e shet mas në javë, ndoshta një vjet duhet ose nuk e shet. Domthon kur ma kthem ti borxhin, atëherë këtë rast kanë thonë dietarët që nuk lejohet kjo formë. Këtu dietarët e kanë dy mendime. Sa lejohen që të kushte apo nuk lejohen. Edhe dietarët janë ndonë, pothuajse, do të thonë sa janë në njërin mendim, janë edhe në tjetrin. Sa kanë argumente njëra pol, ka edhe pola tjetër, sepse argumentet janë të përgjithshme. Për shembull, argumentet e atyre që e lejojnë, thonë se pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë muslimanët i përmbahen kushteve. Këto janë kushte që po ja vendos njëra pol tjetrës, atëherë i pranon duhet më përmbajt. Mirë, ata që nuk i lejojnë, thonë se pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë pos kushteve, të cilat e ndalojnë të lejuarën dhe lejojnë të ndaluarën. Ose hadithi tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, se ne përmendëm më herët, çdo kusht i cili nuk është në përputhje me librin e Allahut dhe fenë e Allahut, është inekzistent dhe është i papranueshëm për neve. Argumentet të përgjithshme, ijtihade të përgjithshme, mirë po, kjo ndoshta i mendimi mesatar këtu, del që, domethënë kjo gjithashtu kthehet zakonit të njerëz, ose zakonit të atyre që shesin edhe blejnë. Po nëse është e përhapur në zakonin e tyre, traditën e tyre, se kjo është e përballueshme. Domthon ky shërbim edhe kjo punë është e përballueshme, atëherë e konsiderojmë si kusht valid. Nëse është e papërballueshme, atëherë në zakonet e tyre, atëherë e konsiderojmë si të pavlefshme. Pastaj e kemi një çështje tjetër, një shembull tjetër të këtyre kushteve, të cilat sjellin ndonjë interes për njërin prej palëve të kontratës, e të cilat nuk i përmban kontrata, mirë po dhe nuk i kundërshton kontrata, e kemi një kontratë ose një transakcion i cili përmban dy kushte më tepër. Se me përmbajt një kusht e përmendëm deri tash, mirë, por nëse i përmban dy kushte, një pjesë e dietarëve thonë se nuk lejohet kjo, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë se nuk lejohet shitblerje edhe kontratë me dy kushte. Mirë, hadithi është i përgjithshëm. Mirë, po ka interpretime të ndryshme. Ata që ndalojnë dy kushte më tepër me vendos në shitblerje. Për shembull, po ta blejon e mallin me kusht që më sjell te shtëpia dhe më palu.
Po i bleun e drungut prej teje, me kusht që me mi prej edhe me mi qau dhe me mi palu. Dhe unë 3 kushtet është. Edhe thënë që pejgamberi alayhis salatu wasallam po thotë se nuk lejohet në kontratë në të cilën janë 2 kushte më shumë. E këtu janë 2 kushte. Mirë, interpretimi tjetër thënë se është për qëllim këtu nuk lejohet në kontratë me qenë 2 kushte nëse janë të pavlefshme, nëse janë batil. Përndryshe nëse janë të sakta, atëherë lejohet. Gjithashtu në interpretim tjetër thënë se është për qëllim këtu është për qëllim që nuk lejohet me shit diçka veresi, me çmim të lartë, pastaj të njëjtin me blej me parë në dorë. Për shembull, i thu dikujt po ta shes kerrin 10.000 euro me mi dhon pas një viti. Mirë, mas një javë thot, a ma shet kerrin që me ki bërsh parët, 8.000 euro që parët dorë. E qëto është për qëllim 2 kushte në shit blerje. Si do që tjetë, Allahu alem, më thonë, rregullat e përgjithshme të shariatit, nëse parashohin se lejohet një kusht, i cili është në rregull, nuk bie ndesh me shariatin, nuk bie ndesh me kontratën, nëse për lejohet, atëherë pse mos më leju edhe 2 edhe 3 nëse janë të njëjtës natyrë. E kështu që edhe nëse janë 2 kushte, lejohet. Nëse i pranon pola tjetër, atëherë duhet më ju përmbajt tyne kushteve. Sikurse e përmendëm shembullin më herët, për të shes drumt, po i blej drumt prej teje, me kusht që me mi prej, edhe me mi qau. O krye, pranon që të kusht, ose i pranon që të 2 kushte, atëherë duhet me i realizu pa tjetër. Pastaj e kemi në fund kushtet e papranuara, ose kushtet të cilat janë inexistent sipas shariatit, ose bien ndesh me shariatin, ose e kundërshtojnë thelbin edhe esencën e kontratës. Për ta pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, çdo kusht i cili nuk është në librin e Allahut, nuk është në përputhje me librin e Allahut edhe fenë e Allahut, është inexistent, është i papranuar. Edhe nëse e kushtëzon, edhe nëse i qet 100 kushten që të saj natyre, atëherë ata janë të papranueshme. Shembujt të këtyre kushteve janë kushtet të cilat bien ndesh me thelbin e kontratës. Për shembull, shitja i shet dikujt mall me kusht që ai mos me shit pastaj. Unë po të shes mall, po ti nuk lejohet me shit, nuk bën me shit. Ose po ta shes me kusht që ti mos me shit më këto. E përdor për veti, ja jep dikujt, ama me shit ju. Mirë, kë kusht, a bie ndesh me kontratën? Bie ndesh me kontratën. Për arsye se unë kur e blej një mall, kur bona pronari një produkti dhe një malli, unë pastaj bëj çka du me to. E shes, e fali, e përdori, çka du bëj me to. Ndërsa, kë kusht mua po më cënon që drejtën të cilën më ka dhënë shariati, drejtë e cila del prej aktit të shitblerës, që unë e bona pronari plot fuqishëm i mallit dhe bëj çka du me to. E kështu që këto kushte nuk lejohen. Pastaj, në shembull tjetër kanë përmend dietarët gjithashtu, unë po blej prej teje me kusht që mos mu djeg pastaj në pazar. Ku e dine? Çka bën ti? Ku e di në cilën tregë nxjerr? Ku e di se sa ki aftësitë reklamimit të mallit edhe të shitjes së mallit. Kështu që merre prej meje çto, sa e shet, a fiton to, a humb to, mos më intereson. Gjithashtu shembull tjetër, kur kush zëhet një kontratë tjetër në kontratën që bëjmë. Për shembull, unë e bëjmë pazar kerrin, mirë po me kusht që me ma dhon orën me qira, ose ma dhon pllocin me qira. Domthonë këtu i kemi 2 kontrata në një kontratë, ose e kemi një kontratë e cila e kushtëzon një kontratë tjetër. Mirë. Këtu i kemi 2 lloje. Të këtyre 2 kontratave, kur njëna përmes njënës e kushtëzim tjetrin. E para, nëse bëhet fjalë për bërç. Unë po ta shes që të mall me kusht që ti më dhon bërç mua. Kjo nuk lejohet. Pothuajse tek të gjithë dietarët nuk lejohet. Mirë. E dyta, forma e dytë e kushtëzimit të një kontrate tjetër me kontratën që bëjmë na, është nëse nuk është bërç. Për shembull, ta shes kerrin me kusht që më mashit lokalin. Ose ta shes banesën me kusht që më mashit villën ose shtëpinë e kështu me radhë. Domethënë çka? E bëjmë në një kontratë, e bëjmë në një marrëveshje në shitblerje me kusht që më realizohet në shitblerje tjetër. Në përgjithësi dietarët thonë, nëse 2 kontrata bashkohen në vend, edhe secila prej tyre është e shëndosh nëse bëhen veçaveç. Nëse bëhen veçaveç, janë të shëndoshë dhe janë rregulla dhe janë valide sipas shariatit. Mirë. Nëse kur të bashkohen,
atëherë përmbon ndonjë ndalesë sheriatike, nuk lejohet. Edhe pse të dyjat veç e veç, domethënë blerja e shtëpisë këtë rast, shitja e kerrit, nëse bëhen veç a veç në intervale të ndryshme kohore, atëherë në rregull. Mirë, por nëse bashkohen edhe bie ndesh këto me dispozitë sheriatike, atëherë nuk lejohet. Qysh ka mundësi me rënë ndesh? Për shembull, unë kur ta shes kerrin, tash ty të vjen keq edhe detyrohesh me hin pazarin e tjetër me shit shtëpinë. Në fakt nuk e dosh me shit, mirë, po të vjen keq. Në farforme e detyron me e bë pazarin e dytë dhe kontratën e dytë. Sipas shariatit nuk lejohet me hyrë në kontratë. Çfarë do kontratë të tjera ato, vetëm se me vullnet të plotë dhe pa asnjë formë të detyrimit. Pastaj a lejohet me kushtëzu kontratën ose me lënë të vjerrën. Domthonë kjo kontratë, domthonë unë e bëj që të pazar nëse ndodh diçka që ai kushton. Për shembull, unë po ta shes thon nëse ma miraton shefi ose nëse baba ma pranon. A lejohet apo nuk lejohet? Gjithashtu domthonë edhe kjo çështje është diskutabile mes dietarëve. Ka dietarë që e lejojnë për arsye se thonë i ngjan mundësisë khijarit ose mundësisë që e jep një napal tjetrës që për një kohë caktuar 2-3 ditë me vendos se apo e blin mallin apo po e kthen. Edhe këtu domthonë në këtë formë domthonë sikur i thotë që unë po ta shes apo me kush nëse më jep leje baba ose nëse më jep leje dikush ose nëse vjen filani, nëse vjen djali. E kështu më radhë domthonë kushte të ngjashme. Pastaj kushti që mos më mi kërku defektet të malli. Për shembull unë jam shets në këtë rast. Edhe jam duke shih diçka. Edhe i them po ta shes me kush që mos më thon pastaj pas ka defekt. A pranohet kjo kusht apo nuk pranohet? Këtu dietarët thonë se defektet ose problemet në produktin e shitur janë dy lloje. Lloji i parë është që i den shitsi. Për shembull në di që ka defektin. Atë në këtë rast ky kusht, domthonë kushtëzimi se unë po ta shes kerrin ose po ta shes mollin, mirë po mos ma kthe pastaj me defekt, po ta kushtoj pishtashit, kjo nuk lejohet, ky kusht bjen për arsye se personi është duke i ditë defektet. Është duke i ditë defektet edhe nuk është ka i tregon këtë rast. Atëherë duhet me i tregu. Mirë, nëse nuk i din as personi, domthonë po ta shes që të madh, nuk e një mirë. Ose nuk jam njohës i fushës. Domthonë e shet kerrin, e kam përdor, po domthonë nuk e di sa është i harxhum, sa është i rujtën, sa është kështu për arsye se jam ekspert i fushës. Atëherë këtu, domthonë dy mendime dietare, disa këtë kusht e anulojnë komplet, disa e fuqizojnë komplet, mirë po disa tjerë e bojnë i farë mesatare dhe thëjnë që nëse janë defekte të cilat ka mundësi me i marrë vesh blerës edhe me i vlerësu, atëherë nuk lejohet me ja kushtozu vetë se unë po ta shes mallin, mirë po mos më kërko pastaj me kthy me defekt. Mirë, nëse s'ka mundësi me i vlerësu, atëherë pranohet ky kusht. Edhe e shet mallin, çfarë ta shes kerrin që e kam përdor. Deri që tash e ka pasur ashtu. Çka ka matutje nuk e di. Edhe nuk di me vlerësu manin. Apo e blen çështu as po e blen. E blen kerrin, mas në javë 2 javë, i del një defekt që nuk e ka para po, as shitsi, as blerësi, dhe nuk e kanë ditë që ka mundësi me ndodhë defekt, nuk ka mundësi, tash nuk i lejohet këtina, me thonë vëllon po e kthej mallin për arsye se unë të kam kushzu që malli më konë pa defekt, më ka dalë me defekt. Jo, është defekt të cilin nuk e kam ditë edhe është defekt të cilin nuk kam mujt me vlerësu. E përderisa është kështu, atëherë, domethënë që kjo është sa i përket kushtëzimit që malli nëse del me defekt mos më kthej. A e din apo nuk e din? Nëse e din, nuk lejohet me qitë këtë kusht, nëse nuk e din, atëherë shikohet se a mundet me vlerësu, a mundet me parapo apo nuk mundet. Nëse mundet me parapo, atëherë si lejohet me kushtu. Nëse s'mundet me parapo, atëherë e kushtzon edhe i thotë ta kam qitë kusht që malli del me defekt mos e kthen. Po nëse jep mundësi që brenda një kohë caktuar me disa ditëve me kthy nëse si pëlqen. Mirë. Të nderuar vëllezër dhe motra, këto ishin kushtet të cilat ndërlidhen me palët që mund me ja vendosë një tjetrës në kontratë. Janë të rëndësishme, sepse një pjesë e madhe mosmarrëveshjeve, problemeve, polemikave që ndodhin mes tregtarëve, mes njerëzve që shesin edhe blerin, është pikërisht te këto kushte. Domethënë nuk dinë se cili kusht do të më përmbajt, cili nuk do të më përmbajt, cili lejohet me vendos, cili nuk lejohet, cili është kundërshtim me fen, cili s'është kundërshtim me fen, ju ke përmbajt, s'u ke përmbajt. E por nëse na ndodh këtu, atëherë ja ne i shpjeguam këto kushte që lutë Allahun e lartësuar të na bëj dobi me to dhe ta përmirësojmë nivelin, ta ngrisim nivelin, ta përmirësojmë të shitblerjeve tona dhe të marrëdhënieve tona dhe kontratave tona nga më e mira gjithmonë dhe nga më e sakta dhe më e shëndoshta.